Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me lëngun e kësaj lule të gjitha gratë do shpëtojnë një herë mirë nga këto probleme. Kamomili, bima shekullore e qetësimit të mendjes dhe aromës së mirë. Lulet e bukura të kamomilit, përveç aromës së tyre të mrekullueshme, njihen edhe për vlerat e tyre që kanë në organizëm. Zakonisht konsumohet në formën e çajit për të qetësuar trupin, mendjen apo inflamacionin. Ndryshe nga përdorimi i zakonshëm, ne ju tregojmë se si të përdorni këtë çaj të mrekullueshëm edhe për flokët. Të njëjtat ndjesi që ju jep kur e konsumoni do t'i dhurojë edhe flokëve tuaj. Këtu ju do të gjeni hap pas hapi të shpjeguar mënyrën e saktë të përdorimit të maskës me kamomil dhe kos. Për të përgatitur këtë maskë, ne ju këshillojmë të merrni rreth 6 bustina çaj kamomile dhe 125 ml kos. Ndërkohë vëreni të zjejë në një tenxhere të mbushur me 1 deri në 2 gota ujë. Hidhini bustinat e çajit në të dhe lëreni që të zjejnë për të paktën 10 minuta. Pasi çaji të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e tij, hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të ftohet plotësisht. Hidheni më pas në një enë të pastër duke hequr edhe bustinat e çajit. Në fund ju duhet që të shtoni sasinë e kosit dhe përzjeni mirë që të dy përbërësit. Si ta përdorni? Ne ju këshillojmë të lani dhe të pastroni flokët siç bëni zakonisht. Lëreni të thahen dhe më pas mund të aplikoni maskën nga rrënja drejt majave të flokëve. Lëreni ato dhe fokusoni tek zona më e thatë e tyre apo tek skalpi duke lyer mirë që të gjithë sipërfaqen e kokës. Më pas, e rëndësishme është që ta mbuloni kokën me një qese plastike për 15 deri në 20 minuta. Në këtë mënyrë, do të evitoni që të bëni pisë veten dhe gjithashtu të tjerët përreth jush. Nga ana tjetër, në fund të këtij procesi shpëlajini flokët me ujë të vakët dhe pak shampo për të larguar maskën nga rrënjët. Kur të mos ketë më shkum në kokë, kthejini ujin nga i ftohti dhe shpëlajini edhe një herë të fundit me këtë. Kjo maskë do t'ju ndihmojë të hidratoni flokët tuaj, të largoni zbokthin dhe majat të dyshe me shpejtësi. Mundet ta përdorni një herë në javë ose një herë në 2 javë, sipas dëshirës tuaj. Maska me mjaltë dhe kamomil për shkëlqimin e flokëve. Mjalti është një përbërës i shkëlqyeshëm për shkëlqimin e flokëve sepse ai përmban sasi të vogël hidrogjen peroksidi. Flokët me më shkëlqim për vetëm një nuancë ose 2 në moment munden që të freskojnë pamjen tuaj. Në qoftë se ju dëshironi të provoni se si ju rrinë flokët paksa më ndryshe dhe më me shkëlqim, nuk keni nevojë që të shkoni në sallonin e bukurisë, por ngjyrën natyrale mundet ta kërkoni në kuzhinën tuaj. Ne ju sjellnim me këto 2 përbërës të cilët në mënyrë natyrale arrin t'i shkëlqejnë flokët. Mjalti. Mjalti është një përbërës tërësisht i rëndësishëm për shkëlqimin e flokëve sepse përmban një sasi të vogël të hidrogjen peroksidi dhe në të njëjtën kohë ai hidraton flokët. Mirë po ashtu edhe mjalti është mjaft ngjitës dhe është e vështirë që të pastroni flokët më pas. Prandaj do të ishte mirë që ju ta përzjeni pakës me ujë të vakët ose uthull për ta aplikuar më mirë në flokë dhe do ta pastroni më lehtë. Vendoseni këtë përzierje në të gjithë flokët. Mbuloni kokën me kapelen për dush ose me qese najloni dhe lëreni të qëndrojë gjatë natës ose gjatë tërë pasdites derisa ju të jeni në shtëpi. Kamomili. Kamomili është një pije shkëlqyeshme por edhe një aleat mjaft i mirë i bukurisë. Bëni një çaj sa më të fortë nga kamomili dhe lëreni të ftohet. Çajin vendoseni në të gjithë flokët ose vetëm në kaçurrela dhe lëreni të thahet në mënyrë natyrale në diell. Kamomili do të trajtojë mirë flokët tuaj dhe në të njëjtën kohë do t'i bëjë ata të shkëlqejnë për disa nuanca. Kamomili
Është një lule e bukur e cila përdoret jo vetëm në çaj rabimor për të rifituar qetësinë dhe mirëqenien, por është edhe një ilaç natyral i cili kujdeset për bukurinë tonë. Për shembull, ne e dim se kamomili ndriçon flokët, por kjo nuk është e vetmja përfitim që sjell me vete lulja e bukur. Vetitë e kamomilit janë të shumta për flokët dhe mundet t'i përmbledhim në këtë video. Ka një veprim ndriçues, veti astringente dhe ribalancuese, ideale për ata me flokë të yndyrshëm, veprim qetësues dhe anti-inflamator për lëkurën e irrituar ose reaksione alergjike të cilat prekin lëkurën e kokës. Maska për flokët me kamomil. Mund të aplikojmë një maskë me bazë kamomili për flokët tuaj, duke qenë se ne mundet të shtojmë një herë në javë ose të shtojmë disa pika vaj esencial kamomili në maskën e flokëve të cilën zakonisht e përdorim. Kështu ne do të jemi në gjendje që të shijojmë përfitimet e një bime e cila kujdeset për të gjithë flokët nga rënja deri në maja, duke kaluar edhe në lëkurën e kokës. Shampo me kamomil. Shampo me kamomil, ashtu si shampoja zbutëse për flokët delikate nga Antika Herboristeria, përdor këtë parim natyral për t'i dhënë shkëlqim flokëve, të cilët do të jenë dukshëm më të bukur, të butë dhe kadifeje. Përveç marrjes së reflektimeve me tone të ngrohta, zgjidhni gjithmonë shampo me një formulë të lehtë, të cilët nuk rëndojnë flokët dhe gjithashtu kujdesen për lëkurën e kokës. Çaj kamomili. Paketa zbardhuese e kamomilit ju lejon që të keni një nuancë më të çelur në flokët bjondë dhe gështenj, jo vetëm kaq, sepse garanton edhe flokë më të butë dhe me shkëlqim. Thjesht ju duhet që ta aplikoni kompresën ose infuzionin dhe lëreni për gjysmë ore duke mbyllur gjithçka me një peshqir të pastër. Ka shumë mënyra për ta futur kamomilin në rutinën tuaj të bukurisë, prandaj ju duhet që të zgjidhni atë që i përshtatet më shumë nevojave tuaja. Kamomili ka veti qetësuese dhe anti-inflamatore. Maskat me kamomil janë tepër efektive për trajtimin e pikave të zeza dhe gjithashtu rrathëve të zinj. I kombinuar me përbërës të tjerë natyral si mjalti apo tërshëra, arrin që të përmirësojë përfitimet e tij kozmetike. Ndër përfitimet e shumta kozmetike, kamomili shquhet për vetitë e tij qetësuese. Aplikuar në lëkurë është në gjendje të zvogëlojë irritimin, skuqen, gjë që e bën atë veçanërisht të dobishme për njerëzit me lëkurë tepër të ndjeshme. Përveç kësaj, ka veti antioksiduese të cilat mbrojnë lëkurën nga dëmtimet mjedisore dhe ndihmojnë atë që të qëndrojë re dhe rrezatuese. Gjithashtu, nëse dëshironi të rigjallëroni lëkurën tuaj dhe të tregoni një çere më të freskët dhe më rrezatuese, një maskë me kamomil është ideale. Vetitë e saj qetësuese dhe pastruese intensifikohen kur kombinohen me përbërës të tillë si tërshëra dhe mjalti. Përbërësit janë çaj kamomili, një lugë çaj mjalt, 2 lugë tërshërë të mbështjellë. Përgatitja e kësaj maske është shumë e thjeshtë. Mjafton që ju të përgatisni një infuzion kamomili, ta lini të ftohtë dhe më pas ta përzieni 2 lugë gjelle me tërshërën dhe mjaltin në një tas. Aplikojeni atë më pas në përzierje në fytyrën tuaj duke shmangur zonën e syve. Lëreni që të veprojë për 20 minuta dhe hiqeni me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.